Buri ka vrarë gruan tani me çifte në Shkodër. Ka marrë çiften, e ka ngritur, i ka rënë gruas dhe e ka vrarë. Një ngjarje e rëndë kjo, më thënë skeçtuam shumë. Fjala është pa vlerë në këtë rast, ku buri ka vrarë gruan, thamë. Ngjarjet në fakt e përsëritur në Shqipëri, ku dhuna ndaj grave është në nivele shumë të larta dhe kulmon deri te vrasjet. Zonja Lala, çfarë ka ndodhur konkretisht në këtë rast, sepse është ngjarje e momenteve të fundit? Buri është ky? Po, është Shtjefën Ziqi, është 62 vjeçar, i cili është arrestuar më njëherë pasi ka kryer krimin e rënd të vrasjes së bashortes tij Bardhe Ziqi, e cila është 55 vjeçare. Krimi ka ndodhur diku në mesditë, brenda në ambientet e banesës së çiftit. Ata kanë 2 fëmijë, djali që jeton prej vitesh në Kanada, ndërkohë vajza jeton këtu në Tiranë, por ka jetën e saj, ndërkohë që 2 bashortët jetonin të vetëm. Bashkë me Sokolin dhe me Gjevahirin pam pak minuta më parë edhe videon e momentit të ngjarjes, është një video tronditse, e kryen krimin me gjak ftohtësi, do të thonë bën një debat me shoqen lidhur me një telefonat që ajo ka marrë, dhe me sa duket për shkaq të xhelozie, edhe pse ai nuk ka dhënë shpjegime të detajuara, merr qetësisht armën e gjahut, del tek dera kryesore tek pjesa oborit të jashtëm, kontrollon rrugën nëse kishte apo jo persona aty afër, kthehet edhe qëllon 3 herë me çifte në drejtim të bashortes në ambientet e brendshme të banesës. Me thënë drejtën, më duket një çmenduri, por edhe thuash i çmendur nuk e them dot, sepse e amnistojmë dhe i shpëton burgimit përjetshëm. Problemi është që unë nuk gjej asnjë motiv, sepse po të shikosh, ata nuk kanë asnjë dyshim të mëparshëm për dhunë në familje, nuk ka patur asnjë kërkesë për urdhër mbrojtje, nuk ka pasur asnjë shqetësim të ngritur nga të gjithë personat që i njihnin rreth rrotull dhe që ishin familjar apo të njohur të tjerë. Ajo njihej si një zonjë jashtëzakonshme e përkushtuar në familje, që të gjithë njerëzit, pra edhe ato që kanë biseduar, por edhe pjesën që hetuesit kanë marrë në pyetje, e njihnin si një grua të jashtëzakonshme dhe pa pritmas, vetëm për shkak të një telefonate, ai ngrihet, merr armën e gjahut dhe e qëllon për vdekje. Nuk di ç'të them gjatë. Personalisht i dyshuari nuk ka dhënë shpjegime detajuara, por është duke u qyrë tashmë telefoni i viktimës, por edhe vetë atij për të parë nëse mos ka patur ndonjë problematik të mëhershme, por deri tani kjo është pak a shumë situata. Zotë Rakipi, problemi më i madh në rastin konkret ka të bëjë pikërisht me dhunën ndaj gruas dhe me vrasjet brenda familjes. Domethënë, sa herë që flasim për emancipimin e gruas, për faktin që gruaja nuk mund të konsiderohet pronë, është tashpërsuar ligji deri në dënimin me burgim përjetshëm, janë marrë disa masa deri diku nga ana ligjore, por pavarësisht gjitha këtyre zhvillimeve, sërish bashortët, partnerët vrasin gratë. Dhe ky është realisht shqetësim dhe një problematik dhe një fenomen shumë i rënd dhe një plagë shumë e rëndë e shoqërisë shqiptare. Dhe ne kemi, për shembull, nëse e mbani mend, ka nisur 2026 me vrasje në Vlorë, më pas vrau edhe veten autori dyshuar. Pra vazhdon e përsëritet i njëjti cikël dhe shifrat janë alarmante sa i përket dhunës në familje, dhunës ndaj gruas dhe vrasjes brenda familjes, ku kryesisht viktimat janë gratë dhe vajzat. Tani në Shqipëri, ajo që të bie në sy mbi të gjitha është fakti i gjaktësisë që, po kjo mbase edhe sociologu do të na thotë diçka më tepër në të tilla rrethana. Mënyra se si ai ekzekuton me një qetësi shumë të madhe, a thua sikur është një vrasës profesionist, i hedh një sy shtëpisë, nuk ka asnjë lloj nxitimi, duket që është i qetë, nuk është i agituar, pra nuk e ka të çastit të gjitha të situatë. E ka pothuajse një mënyrë të paramenduar, sepse nëse nuk do të ishte paramenduar, do t'ja lija gjithmonë faktit që shqiptarët në gjakmëzetësi e sipër përdorin gjithmonë armët e zjarrit që kanë në shtëpi, dhe kjo është një ndër ato gjëra që i nxit më tepër në kryerjen e vrasjes. Po jo, kjo në rastin konkret, edhe të mos ta kishte çiften, ai do të qëllonte me gur, do të qëllonte me ndonjë send tjetër me thik me ç'të mundej. Mënyra e tij është jashtëzakonisht gjaktot dhe nuk arrit do të kuptoj se si jo vetëm nënën e fëmijëve, po një grua të cilën ti e ke patur për shumë vite, ta ekzekutosh në mënyrë aq barbare dhe aq gjaktot, nuk arrit do ta kuptoj se
se si mund ndodhi një krim i tillë me qetësinë më të madhe. Domethënë është jashtëzakonisht e trisht kur e shikon, por kjo është dhe një ndër nga ato që raste që duhet ketë një studim tipik për raste të tilla, sepse nuk mundet domethënë në një krim kaq gjak ftohtë. Duket sikur ai ka kryer edhe vrasje më përpara, nuk ka asnjë lloj problemi, nuk e zë gjaku, masi kryen vrasjen ulet, pret policin, jo si në rastet e tjera që kemi parë zakonisht në Shqipëri, ai që kryen vrasjen e bashortes më pas tenton të vrasi edhe veten. Ajo pastaj hyn në raste të gjakmëzetsisë, në debate e sipër. Kjo ngjan totalisht një tjetër rasti. S'kene të mërshme. Shumë. Po e shoh tani mënyra se si ai shkon me çiftin ndër. Pa nxitim nuk është ai pa nxitim nuk planifikuar më. Dhe kthehet. Jo, e ka. Është Është shumë i qetë përpara vrasjes, të bie çudit domethënë atë lloj Përbindesh nuk bindesh dhe kthehet tani sikur ka qenë sikur shkoi për të pirë ujë. Po, në Shqipëri ne kemi patur shumë raste, edhe në rrugë, mund zihen dy veta, në grusht e sipër, gjen një mjet se je në gjakmëzetësi dhe gjaku kur të merr përpara ti nuk e kontrollon dot veten. Po kjo e këtij është jashtëzakonisht. Zoti Mërtiri, pse vijon të mbetet e përhapur në Shqipëri dhuna ndaj grave, kaq shumë, deri në rastet më ekstreme të vrasjes. Për shembull, kjo një me një diagnosi të tmerrshme që as vrasi më i kualifikuar apo i paguar nuk mund ta bënte me këtë qetësi që e pash unë tani. Po nuk po e futim për arsye të shmjeft e rëndë. A kemi edhe ne në kulturën tonë pak talibanizëm? Si talibanët mund ndoshta bëjnë kështu, ndoshta nuk bëjnë dhe ata, e kupton? Jo, unë them këtë që më shumë se sa çështje kulture, kjo është një çështje psikosociale më shumë. Shoqëria jonë është ngarkuar shumë psikologjikisht. Njerëzit janë, themi, jetojnë në tension përditshëm, kanë ngarkesa psikologjike nga më të tmerrshme. Dhe kjo bën që njerëzit ta akumulojnë dhe befas atë që ti nuk ta pret mendja, atë që ti mendon që ka qenë i urtë, i mirë, i sjellshëm, ai kryen krimin më monstruoz që ty s'të shkon mendja kurrë. Dhe kjo tregon që psikologjikisht kjo shoqëri është në kushte klinike, është një shoqëri për spital. Është një shoqëri ku dhuna është instrumenti i vetëm nëpërmjet cilit njerëzit përpiqen të zgjidhin problemet. Dhe në këtë kuptim, këto janë logjike, janë pasojë logjike e kushteve ekstreme të një shoqërie të pashëndetshme psikologjikisht. Shiko, tu ka probleme të mëdha, qoftë në marrëdhëniet në çift, qoftë në marrëdhëniet në familje, qoftë në çështjet e edukimit. Familja është e tronditur, është drejt shkatrimit, them unë.